Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Fol Shqip. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma gjithëve. Bashkë me Marashin nga Fol Shqip Show sonte me ka atmosferë. A di më kush jena na, ajo? A e din? Na jena Fol Shqip Show, na jena Diaspor. Baba! Mirëmbrëma gjithëve. Mirë se ju gjejmë shtëpitë tuaja. Zoti ju ruaj gjithëve. Faleminderit që jeni me neve. Faleminderit që na shikoni gjithmonë. Faleminderit që na komentoni, faleminderit që na ndjekni edhe në rrjetet sociale, Facebook folship.ce, Instagram folship.ce, TikTok folship.ce, në Instagram folship.ce. Kështu që shumë faleminderit për juve për gjitha ndjekjet, followet, komentet edhe që jeni vazhdimisht me Folship Show. Sonte një emision përsëri si çdo javë bashkë me një tjetër star nga diaspora. Ne promovojmë shqiptar dhe hyje nga diaspora, vlera, biznese, suksese, gjitha këto me radhë. Kështu që do të kemi edhe jetë reale, do kemi edhe reportazh, do të trokasim diku. Kështu që vazhdojmë marrësh me falënderimin e sponsorëve tanë, si gjithmonë, sepse pa i falëndëruar sponsorët, pa i promovuar sponsorët tanë, nuk mundemi me vazhdu tutje pastaj. As për intervistën, as për promovimin, ma vetë mërë qatë big up, vëlla, vjem ashtu që të loq, se i gjujt a ketë të full. Qëre, big up! Vazhdojmë me sponsorët, Marash. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Më bë me qesh, kameramani këtu më bë me qesh. E kam i kameraman shumë interesant. E kam i kameraman nuk shiko drejt kamerën, po e le kamerën e këthe kryt këtej du të pa kamerën këtej ka koj qia më rapa. Si që thot, këpo të thot, mos kalzo thot putë. Mërë Kevin. Ej, më mbroma gjithëve Pristina Ticket. Fluturoni me Pristina Ticket. Pa turbulenca. Nga Prishtina në Gjenev, në Basel, në Zürich, në 16 destinacione tjera. Mjafton futi në rrjetet sociale Pristina Ticket, në website-in e Pristina Ticket dhe rezervoni edhe mund të rezervoni edhe kariken me inkluziv me çmim edhe kuferin keni inkluziv me çmimin shumë të lira. Pristina Ticket. Pa. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Shumë faleminderit Ozone Hair Clinic, zotit rujt. Oj modhe zot që po lujt veni, zoti rujt. Ozone Hair Clinic janë më të mirët, po ju them me sinqeritetin më të madh, janë bishat, janë legjendat, janë gigandat e transplantit në Ellis flokut. Harrojeni që dikun tjetër mundeni me pas suksesin që e keni në Ozone Hair Clinic. Harrojeni po them. More harrojeni. Ozone Hair Clinic. Ich liebe dich. Papa. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Advanced Dental Center ku të gjithë shqiptarët e diasporës i ftoj që t'jini pjesë e kësaj stomatologjie për të rregulluar dhëmbët tuaj më bukur, më mirë se askund tjetër. Ja ku e keni Advanced Dental Center, kështu që të gjitha rrugët në ADC Kosova. Follow në Instagram, follow në Facebook, follow në rrjetet sociale. ADC, papap. Faleminderit shumë AM Food. Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë. AM Food, lider gigant i fabrike miqit në Zvicër, ku ju ftoj të gjithëve që të porosisni vetëm në AM Food. Mish të gjitha llojet, cilësor dhe të mirë. AM Food është gigant për këtë fushë dhe AM Food është importuesi më i madh i produkteve të Ballkanit në Zvicër. Hana, çdo produkt Hana me logo të AM Food është produkt i AM Foodit, i ardhur nga Ballkani. Shija vendlinjes e sjell AM Foodin në Zvicër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit shumë. M-Transport, të duam shumë faleminderit për punën tonë të mirë. Ua jap numrat e telefonit të gjithë shqiptarëve të Zvicrës, Gjermanisë, ti marrin telefon Viber, WhatsApp dhe numrin e telefonit të Kosovës dhe të Zvicrës.
edhe t'i kontaktoni edhe numrin e Gjermanisë, edhe kontaktojeni për të dërguar mallra në Kosovë dhe për të marrë mallra nga Kosova të sigurta të garantuara në Zvicër në Gjermani. E në transport ja ku e keni. Para se të vazhdojmë me intervistën e parë, të mësojmë pak shqip. Po, vazhdojmë pak të rubrika mësor shqip në Fol Shqip Show. Ja ku e kemi nga autoriteti media audiovisive për të mësuar shqip. Fjalët e huaja që duhet t'i zëvendësojmë me ato shqip, i dashur mësues Marashi. Pra, këto janë të huajat backstage. Fjala anglisht Backstage e kemi përdorur, se në backstage flitet që kemi njerëz në backstage për shembull. Në këto momente kemi njerëz në backstage. Po nuk duhet të them backstage, pra pas sken. Shumë më mirë. Po ndoshta është para sken, si bëhet pastaj? Në sken. Front stage. Front stage, ja ku kemi. Backstage zëvendësohet me shprehjen shqip pra pas sken. Pra, backstage nuk është shqip. Mos e përdorni. Pra pas sken është shqip. Spazio. Spazio është Italisht, vjen nga italishtja, nuk duhet përdorur as në radio as në televizion, pas në jetën e përditshme nga shqiptarët. Zëvendësohet me hapësirë. Spazio është hapësirë. Determinant. Determinant. Është e shprehje huaj, determinant është shprehje huaj e cila zëvendësohet me vendimtar apo përcaktues. Pra përcaktues apo vendimtar. Fertil. Fertil është pjellor. Pra dhe më thonë, fertil, italisht duhet me qenë edhe kjo. Fertile. Edhe anglisht përdoret fertile. Ezauroj. Ezauroj është shteroj, apo jo? Shteroj dhe mbaroj. Pra dhe më thonë, ezauroj nuk që nga shqip. Shteroj, mbaroj që nga shqip. Fjala low cost. Low cost është çmimi i ulët. Pra dhe më thonë, low cost është çmimi i ulët. Low cost nuk duhet përdorur, apo nuk duhet thënë, apo nuk duhet shkruar të paktën mes së nesh. Nëse është tregu ndërkombëtar, duhet shkruar patjetër. Por që është në gjuhën shqipe zëvendësohet me çmimi i ulët. Look është çfarë luku paske, siç e ke bërë sot lukun e bukur, ku diun gjitha këto, zëvendësohet me pamje e bukur. Pse mi përdor fjalë të huaj i pas. Pse mi përdor të huaj i pas shqip edhe na i sjell më mirë se askush ama autoriteti media audiovisive, ku një big up e japim për autoriteti media audiovisive. Marash, me intervistë mas pare, ja, po trokasim diku. Trokasim diku? Po, trokasim diku. Ja shikojnë se ku kemi trokitur. Apo e njihni këtë qytet apo jo? Këtu jemi në Basel, kanton Basel, në komunën Richen. Shife, kthe pak të lutem, kamera, shife këtë park të bukur, shife çfarë parku i bukur. Sipas informacioneve që kam këtë park, gjithë këtë park këtu, gjithë këtë zonë këtu, e ka pas një familje zvicerane dhe nuk ka pas kujt mja trashëgu dhe ja ka dhënë komunës. Mirë por, ajo dhe arsyeja pse unë sot jam në këtë park të bukur, të gjelbëruar, në fakt edhe përballë kemi shtëpinë e kaprollave, një shtëpi interesante ku vizitohet shpesh prej të gjithë turistëve dhe njerëzve të kësaj zone, është, ja shikoj këtu përpara, ja ku është, në qoftë se i shikon dy kaprojt të porta, aty, jemi në komunën Richen kanton Basel. Pse jam sot këtu? T'ju tregoj unë tash pse jam sot këtu. Unë kam një mik, një shok, një aran timin, i cili quhet Anton Nikola. Unë i thras gjithmonë Anton Nikola për arsye se e kam shok edhe mik. Nuk i thirri baci Anton, nuk më thirr baci Altin, e kemi shoshnin as forca i thrasim njëri tjetrit në emër. Kështu që mos ma merrni për të madhe, në qoftë se nuk i drejtohem me bac. Se nuk është baca, është djalë i ri, king, zotni, i suksesshëm, i mirë, edhe familjar shumë i mirë në Basel. Sot kam ardhur, i kam thonë një ditë që do vi të shtëpia jote për të vizituar shtëpinë tonë. Dhe ka një villë jashtëzakonisht mirë. E ka një shtëpi në një lagje ku jetojnë vetëm milionera vlla. Jetojnë vetëm bosa në këtë lagje. Nuk po i them emra, po me i thonë emrat e bosave që jetojnë në këtë lagje, sigurisht i njihni gjithë, sepse janë të njohur. I kam thonë Anton Nikollës që do vi të shtëpia jote një ditë për të vizituar edhe për të treguar miliona shqiptarëve suksesin tonë. Vendin ku banon. Më ka thonë jo Altin se nuk e di, jam i zonë me punë, punoj shumë, am gjen as um gjen. E ka adresin ja kam marrë Martins Rein,
tjerat s'po jap. Martin Srein s'po jap gjitha informacionet se s'ban me të publiku fiks adresen. Mirë, por sot kam vendos të shkoj, ta vizitoj, ta thras, ta shohim, a është aty apo nuk është aty. E kështu që me qëtë kameramonin tem le të shkonin që aty hetë këperës. Po jo morë koma hiç, sonë dhe këna me regu një story suksesi të zotëri Anton Nikolës, familjes Nikola, ku janë shumë të suksesshëm në Zvicër, konkretisht në Basel, edhe në fushën e imobiljeve. Ajo që më bën përshtypje është vendi ku jeton vlla. Jeton si sheik. E ka pru Dubai në Zvicër. Ky më duket, nuk e di, du me pyet, a bën pushime verore, a shkon deti dikun apo nuk shkon. Ta shohim çfarë do na thotë sot Anton Nikola nëse gjejmë në shtëpi. Një katonar apo një fukara me hecë në lagjet milionerave, nuk din as me hecë. Nuk din as me hecë trotuari, do gjigant. A rrezik me orë policia me më dënu, se thotë qaj ti thotë se si të ditë me hecë trotuar. Se në lagjet milionerave gjigant, se di që hedhin hapin këta milionerat, ja kanë ndryshe stilin e të hecës. Kështu që, shive qëfar lagje vëlla, shive qëfar rrugë, qëfar qëtësie, qëfar bukurie është në këtë vend. Kështu që jam të orë pa shanonën të qaj trotuari tjetër, sholla së më dënën policia, se këtu policia në Zvicër dënën edhe me kput në kam rrugën. Kështu që hajde me mua ta prezentojmë të miliona shikus dash zoti edhe një herë po them Riehen, komuna Riehen në Basel, kanton Basel, komuna Riehen. Është një komunë ku jetojnë njerëz me emër shumë të madh, biznesmen shumë të fuqishëm, të suksesshëm, edhe një ndër ta është edhe një shqiptar i joni, i suksesshëm, Anton Nikola nga Gjakova, i cili jeton prej viteve në Zvicër. U lodha. Nuk u lodha, se kur prezantoj sukseset mira dhe shqiptar të suksesshëm, veç më kënaqet zemra edhe nuk lodha asnjëherë. Kjo është motivi që mua më mban për të hecur përpara. Domethënë, çdo shqiptar i suksesshëm mua më jep motiv për ta prezantuar në Full Shqip Show dhe nuk lodhem asnjëherë për ta. Ku është të fusim si adresë në Riehen, të fus adresën e Martin Strasse Riehen. Një mërë se këtu ofër të shpëma qetë. Në kam 1 minutë të qetë. Ripa këtu të lutem të shoh ashtë kjo këtu. Jo, Rex po thotë. Rex po thotë, jo links. Po më thotë Rex, hajde me mua se këtu. Cili Reich, thotë. Cili Reich dhe më thonë, ja ku është Martin Shen, po. Cili Reich, po më duket kjo është shtëpia, me sa di unë kjo është shtëpia. Me sa di unë, nuk e di. Ta shoh këtu. Familja Nikola, po. Ja ku është. Familja Nikola. Ja ku që nga shtëpia e Anton Nikolas. Ja shikoj e pak se çfarë shtëpie pas ka dhe çfarë shtëpie. Villë vëlla, çfarë villë. Çfarë villë e bukur. Thashë dhe i herë, kënaqem, zemra mal mbohet kur i shoh shqiptar që janë kaq shumë suksesshëm në gjithë Europën. Tu i pas ka makinat, njërën të vetën, tjetën, ndoshta të vetën të dyja i ka, po them të shacit, të gruz vetë, pasi unë i njoh të dy, edhe në Antonin dhe Jacqueline, bashortën e Antonit, janë i çifti mrekullueshëm. Shikoj që çfarë lulesh pas kanë qelur. Shumë është interesant, sa bukur të jetosh në këtë natyrë të mrekullueshme. Me provu me ra ziles dikun, qysh me thirë, jam mësu katonari, Anton, qysh me thirë, qysh duhet me thirë një njëri ku në Zvicër, atë me më kalëzu qysh duhet me thirë, nuk di me më kalëzu. Me thirë në telefon, një sekund. Përshëndetje i zdashur Anton Nikola.
E, po, atë kam thonë që kam në ardhë. Atë kam thonë ajo. A je i lirë apo si i lirë? A je i lirë ajo? Jo arë TikTok. Kam ardhë. Jo shpia jote, shpia jemi, shpia jote. Zotit Rujt, a ke mësafira diçka? Jo, sa s'kërkos. S'ke mësafir. Okej, a prish pun tash mu taku në ti bashkë dhe me bëj intervizë bashkë? Po, shpori, zë qka. Pashat mojnë zot unë e vijë vlla kur ta jap fjalën vijune. Shej vetëm se po m'duhet me vendosni mikrofon këtu që t'jemi tamam qysh duhet. Përpara se ta jap dorën, tash ta jap dorën. Unë di ta mirë, ç'është kam? A je mirë? Ç'është je? Mirë shumë. A je lov? Si t'kam? Mirë shumë. Si më shnet? Mirë. Shumë e paske interesant këtë borin e këtë nejën, Anton. Për çfarë arsye kam marrë? Kam pas qef me gallëzu pak jetën ku e bën qysh e kalon jetën në Zvicër dhe çfarë ambient është këtu. Ti më defasova më sot. Pa duhet ç'është ka. Ki pas thonë se kemi ardhur për pashk. Kam pas thonë, po për poshtë smujta më ardh, e sa dhe erdha. I kam pas në vote ekstra Me ngjyra. Thash nuk thirrja as bac as zotëria as kurrë se të kam kolege janë. Anton Nikola që ky prej Xhakove, që jeton dhe vepron në Zvicër prej shumë viteve, është mik i rani imi, edhe sot kam dashur me prezantu te milionat shikues që i kemi në gjithë botën, suksesin e tij, rahatinë e tij në Zvicër për të motivuar, jo për të treguar diçka që kemi bë diçka me shit apo me siç mendojnë disa, por për të motivuar rinin dhe shqiptarët gjithandej se si duhet me hec drejt suksesit. Një ndër ta është miku im Anton Nikola. Faleminderit shumë për vizitin. Mirë që ka për zotin. Ale mirë se të kemi gjetë. O, përshëndetje, Jacqueline, si kalove? Kërkoj falje për shqetësimin sot. S'ka problem, mirë se keni ardhur, më shpejt ju jeni. Dhe dhe që në Zvicër gravat vendosin a marrë dikush a mos marrë dikush. Mana për këto. Mirë se keni ardhur. Këto kanë në bashkëpunim. Kjo më që se kjo është ekstrem befasi e madhe. Për sot si kishna prit, si kemi ardhur një ditë më. Po duhet të marr leje shumë se ty ta kuptoj që s'ka nevojë se më ke herë më thupo Jacqueline. A ka mundësi sot me kushtu 2 minuta me prezantu pak ambientin ku jetoni, shtëpinë tuaj dhe suksesin tuaj? Po patjetër, ama përndryshe që Antoni ma Okej, ama lejen e kemi marrë prej ti. Po lejen e keni prej me. Ma jep dorën. Shumë faleminderit. Kështu funksionon. Do të më marr leje herë të gruaj. Po, ma prezanto pak shtëpinë, jo, mas pari ka du me prezentu ne në radhë parë. Në radhë parë, po. Në radhë parë, kjo është shetresha jonë, Nona Treze, edhe shkruan këtu shumë bukur, Zoti bekoft atë i cili hyn në këtë shtëpi, mbroje dhe ruje atë që del nga kjo shtëpi. Dhe jepi qetësi dhe kënaqësi atij i cili rrin në këtë shtëpi, dhe pushon në këtë shtëpi. Edhe kjo është thënia Nona Treze. Këtu çfarë ka këtu, Anton? Kjo logo janë tokë, më bën përshtypje se këtë logo në shoh çdo vend. Familja Nikola. Po, familja Nikola këtu. Po, kjo është emblema e familjes tonë. Këtë emblem e ka dizajnuar Marian Nikola, vllavim. Këto janë 6 krone, domethënë 6 krone. 6 vllazën, e në 6 vllazën, edhe këtu janë 6 partnerët tonë, gratë tona, 6 lule. Dhe këtu 6 vija, domethënë 6 vllazën. 6 vija, këtu janë 6 vllazën, 6 kurora janë 6 vëllezër, edhe 6 lule për 6 vëllezër. 6 lule janë për 6 gratë tona. Bashortë tona. Tash e kuptova, domethënë. Se pa bashortë tona nuk funksionon kurrë. Tash e kuptova. Vitin 2018 e kanë blekë këtë shtëpi. Në 2018 e ke blekë këtë shtëpi. Po. Okej. Përndryshe kjo shtëpi është pothuajse që 70 vite e vjetër. Që 70 vite vjetër, okej. Që 75 vite, në fakt 75 vite po i bën. Vitin 1950 është. 75 vite. Okej. Ose na kanë dizajnuar komplet e re. E ke bërë ti vetë rinovimin e kësaj shtëpie? Komplet e kanë dizajnuar. Okej. Bukur. Domethënë ti ke qenë ideatori për me bërë këtë dizajn të brendshëm, apo jo në këtë? Di foteli këto janë franceze. Okej. Philippe Livier është një dizajner i fort i foteleve që ka bërë në atë kohë. Na i kana jo originalën, po i kana dizajnuar në Okej. Këtu është qëndrimi ditor? Këto bëhem nen, po thujet se si edhe këto janë dizajnume NC Nikola Company. Nikola Company. Nikola pra domethënë edhe ulset edhe ulset po thujet që në imitori keni me logon e kompanisë tuaj domethënë. Bash.
Nikola kompani është kompania jote. Kompania jon. E juaj, e familjes Nikola. Familjes Nikola, po. Që është me imobilje. Që është me patentshmëri. Me patentshmëri që merret në Zvicër Ne prej. kemi zakonisht non firma tashti, po themelimi i parë e firmës ka qenë Nikola Co AG. Okej. Nikola Company AG. E tash i keni 9 firma. Tash i kanë 9, jo, po 12 gati. 12 firma. Po. Tash këtu është një piano që ti më duket i bjen piano, apo? Jo, djali jem i bjen. Djali. Djali nuhe Nikola i bjen. Okej. No. Kurse këtë dhuratë këtë pikturë e kam pri një Zvicranin, Jacques Nauer, cili edhe ka bërë shumë për mas lutën donacione ka dhënë për Kosovën. Këto është dielli grek, domethënë dielli grek. O dielli grek. Dielli grek. Çfarë do të thonë kjo dielli grek? Po se bjen energji, lumturi, kjo është kajt ari. Si fletet arit është e punome. Okej. Këtu, unë dhe Jacqueline ku të shkojmë në për pushime, Altin më se si kjo është po të tregojmë që është një befasi e çuditshme sot. Ku të shkojmë na, marrim ka një simbol bileti veni. Unë dhe Jacqueline. Tash po kemi kohë, përpara s'kemi pas kohë shumë me shkëtit. Ama tash kur po shkojmë po marrim diçka pi. Merrni diçka pe po. Okej. Këto është dhoma Altin dhoma e burrave na thojnë. E burrave. Ja ku ke dhoma Kjo burrave. është dhoma burrave. Po. Tu pas ka Këto edhe kemi çefteli dhe shohin. sharki. Këto kemi shohin, po edhe kjo është e dizajnuar për ne. Këto shkruan NC. Ence. Që ku ki, që. Këtu. Jo, që. Ku o vlla se e ke mush plot NC aty venin. Nikola Kompani. Ki çifteli e ma ka bërë dhurat Pol Imeri. Polimeri, Po shkruan për Pol Imeraj. Po. E ka dhurat nga Pol Imeraj, Po. i cili është pothuajse 100% punëdore. Po ky Poli nuk do të më ndal dorën. Ashtë punun, lumë boshon për tjë zot. Ja një më në Shqipëri, jo, thuj ma zeka marrova, jo, pasha. Jo, nuk mërojmë na, nuk mërojmë. Nuk mërojmë për kollaj. Nuk mërojmë kur. Em, Kitë piktur e ka bon në bashkëpunim vllavim me Saranda Qemailin. Saranda Qemaili është e vetmja piktur në këtë formë. Inkas vetëm për familjen tonë. Kjo është doja. Kjo është mreti i jonë shqiptar. Ne në nipat e ti. Dhe janë nipat e tina. Edhe janë shumë krenarë se i kemi pas, Absolutisht. edhe na ka rujt kombin e gjuhën e traditën. Prej këti fillon historia jonë. Bash. Absolutisht. Vetëm, Këtu i kam Altin më se tash jem këtu. po, Qash vllaznet i kam këtu. Këtu është Bekimi, unë, Krizmeni, Marjoni, Krista edhe Palushi. 6 vëllezërit. 6 vllazën. Mashallah. Po të kish Po duken e gjithë Po njësoj. ti na kon zot edhe herë unë njeriu në kishna kriju jo me 5 Po gishta, me po me 6. 6 Me 6 gishta. Me 6 gishta. Fort është kjo. Të janë prindrit? Këtu janë prindit e mi, Po. Nuhe Nikola edhe Gjyla Bardhoki Nikola. Okej, bukur shumë. Ta jo vetëm se i mbajmë këto, po i mbajmë në shtëpi të E gjithë bajmë ka. shtëpi. Atëherë, Do të më marr, Po, se mos nuk ke të marrë. intereson edhe pak po. kjo shtëpia. Edhe ka edhe traditën e vet, i ka librin e vet. Shtëpia që ti jeton në ta. Po, do të thonë Është- kjo 1954 se është në butu. Libri. Libri. Në 54 që është botu ky libër. Po, që. Edhe kjo shtëpia jote, pra në kopertinën e kësaj reviste, 1954-ën, është shtëpia ku aktualisht po jeton Anton Nikola me familjen e tij. Shumë interesant. E lashtë dhe gjoj Jo. interesante, po pas ke ditë edhe me mbajtë, Po, Anton, e pas ke- shka du me e pas ke cek, mos e se tash, shqiptarizu, po, e pas ke shqiptarizu në mënyrë shumë të fortë. mos e se tash jam këto, kam dëshirë, më jau tregu, kjo është grapa, e pjekme nga Pjetër Nikola, gjyshi jem, Nga Pjetër. gjyshi jo, pra Gjyshi jo jo. babi, po gjyshi jo. Gjyshi jem, edhe ruj me fanatizëm, do më thonë vitin 1982. Kjo grapa është qysh në 82-ën. Po,
She. Shumë interesant. Ha. E qysh keni mujt deri tash me rujt ndër. Na i rujmë zonat. Atëherë grapa raki e pjekur prej Ja. gjyshit 1982 gjigant Pjetër. që 43 vjet. Ha. E vjetër. Këtë piktur e ka bo Marian Nikola, vllavi jem. Ju që keni të shtëpi artist ashtu Po. Anton, ha? A diçka është interesant te familja jonë. Se çdo vëlla Po. e ka një funksion të veten. Dikush është ekonomist, dikush është architekt, dikush është ndërtimor, dikush është gastronom, dikush është piktur, artist. Çdo vëlla e kryen funksionin e vet. Kur ki parë ki vullnet e vëlla Ha? me pikturua dhe me knu dhe me rap janë, ose edhe me rap fyllit e krejt, kur ki parë krejt vinë. Jo krejt, Te, po kana tjetër, e kemi kuzhinën. këtu i kam une 3 fëmijë. Ah, 3 fëmijë tu. Po, është Valentina. Valentina. Leonardi. Leonardi, djali i madh. Leonardi djali i madh. Po, Okej. tash e udhëheq firmën. Kurse Nue e punon në firmë edhe shkon. Nu e pak më gangsta po duket, ha? Po, Nue është pak më gangsta, po. Ha? Altin mos e si tash je këtu, kjo është shtëpia në Kosovë. Në Dol, në fshatin Dol. Fshatin Dol, është shtëpia që e keni në Kosovë. Përbashkët. Gjithë vëllezërit. Krejt vëllazët na Pra, sa 6 herë se- vëllezër jetonin në një shtëpi? Po. Shumë interesant. Edhe herë, shumë e interesante kjo. 6 vëllezërit Nikolla, që i Gjashtë bashkë dhe vëllazë më na përpara, shkojmë këtu edhe i bëjmë pushimit te në Kosovë në shtëpinë tonë. jetoni gjithë në një shtëpi bashkë. Bashkë. Shumë interesant. Bravo ju. Për ne bashkimi gjithçka. Bravo ju qoftë. Ha? Shumë interesant. A keni mujt me muajt o Anton se 6 vëllezër nuk kombinojnë, po 6 nunsa kombinojnë në veti. Kjo është ideja. Fal e grave se kanë qumë në veti. Aha, mujna edhe ju vëllezër. Mujnë edhe na. Ha? Një shumë në veti. Altin, Po. shka du me të mos e si ke artë është me bërë këti intervjist. Du me të tregu diçka. Nuk e dia ki po ndonjë herë. Këto e në Cepter, po bëhet pak reklam për Cepter. Këto e 24 karat. Këto nuk lahen, nuk huten. Por që të arsye heken këto edhe njohet këto nga. Okej. Këto i përdor vetëm për raste specifike. Për rasti ku të mbjen mua Altin Marko. Veç kur vion domethënë, ha? Okej. Po. Kurse edhe gotat i kanë të personalizume. Edhe këto i pas keni me logon tuaj. Po. Nikola Merni. Ja, kur është edhe goda dhe i pas kanë të personalizuara me logon e kompanisë tuaj. Po ashtu, përsëri edhe familja këtu në fotografi të paset komplet të gjithë një bashkë, Antoni, Jacquelina, Leonardi, Nue dhe Valentina. Po. Ja, sa mirë majta me emrat direkt, papam. Bravo. Shumë faleminderit. Mos e si tash jemi mrena. Këtu është pjesa e kuzhinës apo çfarë? Tavolina me Zakonisht Altin na kur të kene musafir e përdorim këtë tavolinë. Okej, kur kam mysafir, Po, kurse përdorim këtu, okej. pjesën tjetër e kanë në kuzhinë. Sa metër katror është të gjithë kjo vile jo? Do më thonë 720 metrë katror vend banim kemi. 720 metër vend banim. Hajde që kam me mu. Këtu është kuzhina. Këto është kuzhina. Këto kemi kuzhinën. Këto e pim kafen e mëngjesit, Bashkë me Jacquelinën. bashkë me Jacquelinën, Okej. gjatë dimnit. Po për ndryshi edhe drekën e hajmë me fëmijë këto. Okej. Edhe drekën e... Po se Valentina është në Cyri, Okej. kurse këta dy djent i kemi këto. Shumë antike, shumë diçka e bukur. E kemi rujt na. E kemi rujt. E kemi rujt shumë, e kemi rujt. A mos veç e pyetje jem kurioztar. Por no. Kur e ke bleket shtëpia, ke pas në kontratë që mos më ja hup Jo. interierin e nuk- brendshëm? Jo, se ke pas. Jo. Okej, Po më e kemi rujt. Bravo. E kemi rujt. Bravo. Kemi rujt. Shka du me ju tregu tash ti mos e si tash jeni vetëm këtu. Altin. Edhe peshkiret i kam me logon time. Edhe përshirat i pas ke bë me logon tonë. Po. Nikola kompani. Do të thënë çdo detaj kemi na. E shka du me ju tregu këtu? Vllavi jem e ka bërë këtë banjo me sija. Ja, shikoje me shpjego pak lutem. Mojsiu. Ah, okej.
E ka pikturuar vetë apo jo? Po, vetë. Interesant. Këtu është dhomë gjumi apo jo? Jo, nuk është dhomë gjumi, kjo është dhomë gjumi është, po është kjo dhomë për mosafirët. Në qoftë se vjen dikush. Qoftë se vjen Aldin Margi këto afër bazelës, se do më nejë, se do marr mysafirët e ti. Këto mysafirë. E ka dhomën, atëherë u dash ka marrë shpesh këtu me mysafirët e ti. Je gjithmonë mirë se ardhe. U dash ka marrë shpesh mysafirët në Nikolla gjigant se pas kemi dhomën. Kur zonë me pagunë hotel në Syri në Gjon Bazel që është shtrejt. Veç që thonë Antonit, vëlla erdha mysafirë zonë me për dork. Gratis e kena. Po. Edhe po gjit minall pak, edhe atër dalëm për jashta, mësë si vetë shihni këtu. Okej. Altin, çdo vëlla, po, e bën ka një fotografi të familjes tonë në për shprehjet vete. Na këtë funksionojmë bashkë, jena, po çdo vëlla e ka privatësinë e vet. Po. Kemi arrit me pas privatësinë. Këto në Zvicër. Secili. Kurse në Kosovë jeni krejt bashkë. Në Kosovë kështu është në bashkë. E tash a kënoheshim më shumë këtu që jeni të nda, mo atje krejt bashkë. Si këtu si atje, si na guati thuj atje se çdo vikend rrim me familje. Atëherë, çdo vëlla të njëjtën fotografi e posedon në shtëpinë e vet. Po. Kjo është Palushi, vllai Palushi, po. Kjo është Kristiani. Kjo është Kristiani këtu. Me Agnezën, me dy fëmijë Kristiani dhe Dominike. Kjo është Mariani, vllavem, kjo është artisti. Okej. Me Dritën, Denisën, Aleksandrën, Denisën edhe Erikin. Tash na u kanë rritë fëmijët, tash nuk janë më qështu. Kjo është Krizmeni, me Zoën, Bernardin, Luisin dhe Luisën. Këtu jam unë, me Valentinën, Jacqueline, Leonardin dhe Nur. Këtu është Bekimi, me Anitin edhe Sabetinën. Këtu është motra ime ka 7 vajza. 7 vajza? Po, gjitha vajzat janë princesha, të gjithat janë të martuar përveç një akoma jo, këtë shqiptar. Okej. Edhe jetojnë në Zvicër. Vera edhe Nikolaj. Interesant. Kjo është mama ime. Po. Edhe prindja. Po. Kjo është pjesa e katit dytë, domethënë Kjo që është pjesa e katit dytë, kurse këtu janë dhomët e gjumit. Dhomat e gjumit kanë. Bravo. Dhomët e gjumit. Bravo. Shumë bukur. Dhomët e gjumit nuk janë dhomët e gjumit, po janë residence. Residence, me metra katrorë të mëdha, domethënë. Po, për pjesë. Okej, Anton, unë shpeshherë më zanota, s'po paguaj hotelit tash mas je pas na dhomën e gjumit atë për mysafirët. Unë thash ti shtëpia jemi, shtëpia jote. Pas ka për mysafir gjigant kushtet më mirë se në hotel me 5 hyje, pse më pagu ka 300 euro hotelin. Shumë interesant. Bukur. Dalim pak në terasën duket apo jo? Po. Këtu këta ka dizajnu Mariani, vllavim. Këtu është pamja nga shtëpia jonë, kjo është pashtriki, pamja e pashtrikut. Okej, komplet në balle kemi na pashtrik. Okej. Bravo. Ja gjigant që ka sillen të Nikolla Dubai në Zvicër. Shi gjigant ku është zhaba këtu vak. Ujt ko kanë nxe, sa është temperatura ujit tash? Unë edhe pak do të më gjujt të më la. Ëndon? Temperaturë ujit unë jam la. Për një maj jam la këtu.
Për 1 maj e futje la? Po, përvis. Okej. Do më thonë, E ke boj inaugurimin? e kam tradicion, e kam 1 maj unë fut në lahna. Okej. Ha? E çfarë të bëj? Roboti është aty? Po, është robot, Aha. pa kabel, do më thonë pa... Është me bateri. E Po, çfarë të vetëm bëj me pastrimin? E ban pastrimin e pishinës. Roboti bën pastrimin e pishinës. Po, edhe kur të lodhet, del e mushet vetë. Okej. Këtu lahi ti veç me Jacqueline me familjen tënde. Edhe ne mysafir, ne mikiu. Zakonisht Jacqueline, fëmija, po vllazët e mi, familja ime, ose një mik i mirë. Absolutisht, vjen mik i mirë, mundet me përdor. Këto e... Kjo toka është e jotja komplet? Kjo është komplet e jona, Po? kurse këta tele se po i shek këtu, Po? altin këtu janë me rrym. Me rrym? Këtu janë me rrym, nuk të mysin, po të dridhen. A, dridhen sa mos me... Dridhen. Po me se prek, mësu afro se... Jo, me prek, jo. Po. Se Janë me dridhen. rrym, jo se i laga dhe duhet, s'bën me prek. Janë me rrym për arsye se shtëpia kaprollave aty më duket, a? Kemi shumë kaprolla këtu, na vijnë shumë kaprolla, Edhe mos me hy këtej. edhe mes me hik njena. Se na i ha lulet. Kemi kaprolla, kemi pothuajse shumë sene tjera. Okej, shumë interesante pas ka këtë vend. Shumë interesante pas. Shumë drejtin jem ekstrem i lumtur. Je i Jemi i lumtur. lumtur, jemi i lumtur. Kur ke ardhur në Zvicër Anton? Në Zvicër kam ardhur për herë të parë Hajde të ulën na pak herë këtu. 86. Ta shijojmë pak në 86-ën. 86-ën, do të thonë me 12-it 86-ën. Me një 12-86. Po. A ka qenë e vështirë jeta për ty? Kam qenë sezoner përpara. Sezone, Po, vishim ke ardhur me mujor. me mujore, po do të thonë. Punu 4 me mendimin mu kthy apo jo? Me mendimin kam ardhur me blen një traktor vrallën, me mu kthy me punë tjokën Po. edhe me gjallë atje. Pastaj me jetë këtu Anton. Po bëhen këta shtje pothuajse 43 vite i Po. bën pothuajse çfarë. Nuk mete, po ndryshoj sto ata në ex Jugosllavi, ndryshoj edhe atë prindit. Tha na diçka, tha na kështon shto kemi hub në luftën e dytë, po në orë kemi hub shumë. E Rankovici na i ka pre 5 mashqi. Okej. Dhe rrinë në Zvicër. Megjithëse ata në Zvicër kur si shinkon, ambatishin për Zvicër, se Zvicër s'ka pas luftë kur. Edhe për i frikë, se atëre po thujet se prindit, na thanë për menet në Zvicër. Gradualisht atë kemi ardhur të integru pak më tepër në Zvicër. A kanë qenë të vështira këto vite për ty në Zvicër? A kanë qenë të vështira të mira apo se sa kanë qenë të vështira se kur ja ka filluar me u përmirësu vitet në këtë vend? Se në fillimi kanë qenë të vështirë besoj. Po thujet se qerti Aldin për me dash tash konceptin nga i komplet. Kur gjë s'ka pik pishile. Po. Gjithçka është bën në mënyrë legale. Çdo është bën një mundje madhe, është bën një udhëtim i madh, është bën disa kilometra të mëdhona, domethënë se nuk ka nështë robot se mundit mi përcaktu sa kilometra kemi portuk. Për mi kriju këtë portuget ashtë këtë dinasti. Çka ka qenë puna parë që ke bërë kur ke ardhur në Zvicër? Bukpjeks. Bukpjeks. Po, pra në furrë buke. Kështat. Okej. Në kështat kam punu, bukpjeks. Puna dytë? Puna dytë kam punu si shofer. Puna treta atër kam shku në gastronomi, përse unë e kam kry në Zagreb, e kam kry shkollën në gastronomisë. Okej, e ke marru për gastronomi? Po, për gastronomi. Atër ishte ma letë. Okej. Po, thamë drejt vërtetën më rallëtin, kur kam hi me punu në gastronomi, shqiptarët, një pjesë e madhe shqiptarëve punojshin në për rrugë ndërtimtarie, se kur e kam nu kërvatën e parë, këto, më ka djokë se jam të punu në bankë. Pra des, po. Pastaj, çfarë ke punuar pas gastronomisë? Pas gastronomisë, atë kemi vendosë erdhën të erdhë familje, u bashku familje, erdhën vllazët. Do më thonë, çdo vit e mersh me ka një vllaz. Ja bëjsh me letrat edhe lika je gjojt me punën. Suksesi më i madh i joni ka qenë vitin 2000, do më thonë vitin 1960. 96? Jo, vitin 1996. Po, 96. 96 ne kena ble shpinë e parë. Keni ble shpinë e parë në Zvicër? Shpinë e parë. Të gjithë vëllezërit bashkë? Gjithë vëllezërit bashkë. Po. Dhe keni jetu gjithë vëllezërit në shtëpi? 4 katëshe, çdo vëlla e ka pas një apartament vetën. Domethënë suksesi kryesor, qyteti kryesor, suksesit ke ai. U bashku familja, i rujtim gjuhën, i rujtim traditat,
po e rutim dhe kapitalin dhe ditim me menaxhu kapitalin pastaj. Keni ditë me menaxhu kapitalin. U vedesum se do më thënë bashkimi po bje ka fushin. Fushin kapitali, fushin njerëzore, fushin familjare. Mund është me rujtë edhe ma mirë, është kallaj me rujtë edhe pak gjuhën e traditë, kur jeton këtë familja në bashkim. Bukur. Pra, shtëpinë e parë 4-4 gjithë vëllezërit e keni blerë në 1996, aty ka filluar domethënë hapi ju i parë i suksesit. Me një të katrit 96. Një të katërt 96 ka filluar hapi i parë i suksesit tuaj i vëllezër Nikola. Po, tash i bjen 29 vite. Po, pastaj ju keni filluar me imobilje për asaj dite apo jo? Me patunshmëri apo jo? Është shumë interesant. I kemi kapë, kemi rindërtu komplet shtëpinë, së pari. Edhe e keni shitur. Jo, se kemi shitur. Ne nuk shesim. Ju nuk shisni. Nuk shesim. Çfarë bëni? Po thuaj se nuk shesim, as një objekt nuk shesim. Na i blejmë alltin, Po? edhe i ndalem në pronësi familjare. Dhe i lëshoni me qera. Dhe i lëshojmë me qera. Zakonisht na asnjë objekt nuk shesim. Për kureshtje, tash se di që shqiptori ka qef me ditë. Tu ke drejtën ose më përgjigj ose më përgjigj. Nëse thu abstenoj thuj, nëse do në përgjigjesh. Okej. Me qenë se i nuk shisni. Okej. Mund si individ më shkamenja me pyet sa porë hyn prej qeras mujore të ju për shembull. E kam mësu diçka nga Zvicrani. Çka ke mësuar për Zvicrani? Tha, kam një tha se i ke ble një kerë 3 Zvicranit. Atë ka kushtu shtetë, tha po tha zvarnit bilik, nuk ka qeni lirë. Po, s'ka qeni lirë. A qmimi nuk jep ka. Nuk e jep kjo. Ja, nuk jep. Ti po thuashin, jo pak, po çmimin s'pe kallzoj. Po çmimin s'po kallzoj. Okej, bukur. Okej. Është pranuar. Kam drejtën me shumë krenari tham se na jena lider. Si i përket patunshmërive në Zvicër. Në Zvicër. Në Zvicër. Lider. Lider jemi. Bravo qof, po. Bravo qof. Një pjesë e madhe i ndërtojnë. Edhe i shesin ata, por nuk janë pronar. Si tash na kemi shqiptar disa emra në për shembull, se ndërtojnë, bajnë, kthejnë, por nuk janë pronar. Po, kurse ju i keni tuaj. Kurse na jena pronar. Pronar disa. Sa bloka i keni? Nuk. As me numra me tregu jo. Po, sa bloka nuk i keni? Qindra banesave. Qindra banesa. Po. I keni tuajat në Bazel. Po, në pronësi. Pra në pronësitë familjarë se Nikola. Pronësi familjarë Nikola. Bravo qoftë. Jo në Bazel, jena në 4 kantone. Jena në kanton Bazel, Bazeland, kanton Argau edhe kanton Berg. Bravo qoftë. Jemi në 4 kantone. Shumë respekt për suksesin që pas kemi. Këtë informacion tash e mora unë. Po. Sepse nuk e kam ditur, por realisht me pas qindra banesa në pronësi, jo me marrë me rinovu me shqip, po në pronësi. Mirë po sistemi ka qenë një sistem, një bankier, i lumi se din me shfrytzu sistemi i shtetit. Mënyrë reale, fair. Na i bleshmi ndërtesat, i rindërtojshmi, i rriqmi qeral, automatikisht i dërgojshmi dokumentat në bankë dhe ju tregojshmi si tash kemi investu, po thuje në kohë si kemi bli një objekt, po thuje 1 milion franga, kemi fut ndoshta edhe 200.000 franga investimin tanë, edhe i kemi rrit standardin e atij ndërtesës, atij bllokit. I kemi dërgu dokumentat në bankë, i kemi thënë tash kam shef me ju tregu se sa kemi investu këtu. Banka ka vlerësu për 1.800.000 për një herit. 800.000 franga na kishmi drejt me marrë hipotek, na vlerojsh mi marrë 800.000 franga plus me ble ndërtesën tjetër. Do më thonë, po thuja ti se na me parat tona si i fitoj, i rindërtojmë. I rinovoni. I mirë mbajmë. I rinovoni dhe i nxjerrni përsëri në treg te banka. Kurse bleren e bëjmë krejt në një sistem tjetër. Bravo. Këtu i thojnë shuld brief. Shuld brief është, i ngrisim shuld brief, letër me vlerë. Shuld brief i thojnë letër me vlerë. Banka e shek kapacitetin tonë edhe na përka. Okej, bravo, shumë respekt. Shumë respekt. S'po të nguci më tepër tek pjesa, nëse ti se ashtu. Jo, është në rregull. Te pjesa e patunshmërisë e gjërave sepse është në rregull. janë personale dhe pas kam mësuar mira i Zvicerani që mos e kam bledh, se kam bledh lirë. Se kam bledh lirë. Çfarë të bën të lumtur Anton Nikola sot? Me qenë se sot pas ke gjithçka. Familja. Altin familja është pothuajse si ti mili kryesori i jetës.
Edhe po, kam dëshirë, mi thonë çdo shqiptar, në qoftë se ka vendosur ai shqiptar, që të martohet. Ta respekton gjeninë femërore si mamën e vet. Bashortën ta respekton, jo vetëm ta ketë si bashortë, po të ketë bashortë shumë respekti. Ti po krijon një themel. Ti fillove themelin e ri. Dhe në qoftë se ki themelin e fortë, mund të ndërtu sa dush për jetë. Ama themelin, fundamentin e prishim ka herë na vetë. Diçka është e vërtetë. Në qoftë se do me pas një familje të shënosh, dhe një biznis të shënosh, dy sene funksionojnë. Familja dhe biznisi funksionojnë shumë mirë bashkë. A në qoftë se e lejon më fut dikush në mjet këtë dy Familjes e biznesit, po? Familje e biznesit, dështon. Dështon, a? Po, dështon për një herë. Okej. Kam dëgjuar që ju merreni edhe me humanizëm. Pra, jeni një familje humane, sa e përket... Po, këto kam dëshirë mi ju tregu pak, jo vetëm me gojë, po edhe me fakte. Kofë se më lijohet, mëse si tash jeni këto, kam dëshirë me shpalos, me gjithë se kur nëse kemi shpalos. Kemi pas ekstrem, po thujet se si për gjitha televizoret shqiptare kanë tentuar me ardhë, me bërë intervistë ose diçka tjetër, kur se kam leju. Ti ma bone një befasit shkëllqyshme sot, faleminderit. Me kënaqësinë, më të Po madhe. shkoj po bi diçka. Okej. Në qoftë se më Po, lejohet. patjetër që po. Gjigant dhe gjiganta A doni dhe këto, gjigande kudo që jeni, jam në ambientet e villës Anton Nikolla, këtu në Bazel, një shqiptar i suksesshëm nga Gjakova, prej fshatit Dël, prej shumë viteve në Zvicër, realisht shumë interesant dhe shumë sukses pas ka kjo familje dhe gjithmonë inshallah kështu ecin shqiptarët, sikur kjo familje më mirë gjithmonë. Prandaj unë jam shumë i lumtur që shqiptarët në gjithë Zvicër, në gjithë Evropën, në diasporën janë suksesshëm dhe kam dëshirë me i prezantu të miliona shqiptarë në folë shqiptare. Me ta bo këtë pyetje, Anton edhe herë, si ishte pyetja kështu. Jacqueline e merr gjithkund me veti, në çdo aktivitet, në çdo lëvizje që ke, edhe të shoh që ndoshta ai na dosh me bëj gëzuar bashkë, ti harron me gëzuar me mua, le gotën e çov Jacqueline. Po normal. Për të më thonë mua Leona është ti Leona është drejtë të Jacqueline. Këtë botën e Leon. Ha? Këtë botën e Leon për Jacqueline të. Këtë botën e Leona. Këtë botën. Arsyeja është se Sa e don Jacqueline du me ditë? Sa e don? për zet ndoshta nuk ka fund. Pa fund. Pa fund. Pa fund. Nuk ka not, domethënë pi 1.90 nuk ka not. Po është diçka pa not. Pa fund. Arsyeja është se fal Jacqueline-s, unë i kam 3 fëmijë, e kam një fundament të fortë. Kjo din me më respektu, me më nderu. Po të tregoj të vërtetën, Altin, unë i vi sot këtu në shtëpi, edhe kjo ma shef tyën time se sa i lumtur jam sot, ose sa nuk jam i lumtur. E kupton. Kjo është Jacqueline, çka ke më fol ti për Antonin? Nuk kam shka me fol, jem shumë e lumtur. Tregon edhe suksesi. A e don ti më shumë Antonin o Antoni ty? Mu më duket se unë i du ma shumë. Unë ja tham të njëjtën. Edhe unë të njëjtën ja tham kësojnë. Tash cili më shumë do na me definu, sot ka marrë të me definu se cili e don më shumë. Jam unë kurreshtar me ditë. A ti më shumë Antoni më shumë se njëri më shumë e doni tjetrin Antoni. Njëri do të më pranoj. A tregoj ti diçka? Po, tregoj diçka, vërtet. Nëse do me pas sukses tjetë Altin, të lutem, duje bashkëshortën tonë.
duje shumë bashkëshortën tonë, suksesi është i garantuar. Qoftë ju e dëni bashkëshortin, ju keni mi dhënë fëmijët mësim me dashur edhe ai në të ardhmen e gruan ose burrin e vet. Domethënë, kjo është një kulturë, kjo ka një premi. Okej, bukur, mesazh i mirë. Jepe në qoftë se ke një fjalë apo falënderim për Antonin. Po e falenderoj krejt jetën. Jacqueline jemi e kam shok, e kam jo vetëm na shqiptarët i thojmë gru, jo, e kam partner të jetës kështu pa kufi. Duket shumë larg, mi thon, po kështu. Domethënë, Shokun e jetës. e ke shokun e jetës, duket larg mi thon burr. Po, është shumë larg. Edhe ty duket larg mi thon gru. Shumë. E ke shok jetës. Boxer do. Ja çfarë shembulli, shikojeni këtu se i kam meç shumë të mirë, edhe Antonin dhe Jacqueline-ën. Ja çfarë shembulli, gjithkund bashk. Në shëtitje bashkë, në pushime bashkë, në ftesa bashkë, në ahengje, në për ftesa diplomatike që ftojnë ambasadat e gjitha në Zvicër, i shoh të dy bashkë, edhe realisht në bëhet zemra mal kur e shoh. Shumë faleminderit i dashur Anton Nikola. Jemi në fund të kësaj ndërviste. Kam dëshirë një mesazh për shikuesit ton me dhon ti, Jacqueline, po doj sipas dëshirës tuaj. Po, unë jam shumë i lumtun se përket ne kemi 3 mediumi, mediumi i parë është Albinfo, ka qenë pastaj është revist, pastaj Folship Show, si jam ekstrem krenar me punën ju se e bani, edhe Alb Radio, se nuk muj me harru, me fut në harres, Alb Radio, gjithë ju jeni të bëni një punë shkëlqyeshme, unë jam ekstrem falenderues se na, shqiptarët në Zvicër, po thuja se duhet me fillu një jetë këto. Kote 1 milion banor, 1 milion shqiptar, po thuja të gjithë, dhe ata si janë bazë vitran, në takojmë ofër 1 milion shqiptarë. Une, thëmë drejten, Altin, faleminderit për punën që e banë, për kushtimin tënë që e banë, jeti e banë një punë të shenjtë. Kjo ka me shpërbli në qoftë se njeriu nuk ta shpërblen, ka me ta shpërbli vetë brendia. Shumë faleminderit. Faleminderit për gjithçka s'ka bën ti në shërbim të kombit, se kjo është gjithçka është në shërbimin e kombit. Çdo hap se e bani ju, çdo udhtim se e merrni ju dikun, e bani në shërbimin e kombit. Se edhe ju keni mujt me punu në gastronomi apo këtë diçka tjetër, në financë apo në sigurime apo dikun tjetër. Po ju, gjithçka bani ju në shërbimin e kombit. Jo vetëm ju, po edhe Alb Radio edhe Albinfo. Faleminderit për gjitha këtë në 3 medium. E kam dëshirë me reprezentu diçka Helfer. Për kushtrim Musliun, Paul Deden edhe Lorenz Krasniqin se kanë bërë një firmë të përbashkë këta. Është produkt i shqiptarëve 100%. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Jacqueline, një mesazh? S'kam kozhaja. S'ke asnjë gjë. Okej. Atëherë, unë po ju përshëndes bashkë me Jacqueline-ën, bashkë me Anton Nikollën. Faleminderit shumë për këtë vizitë. Shumë faleminderit edhe juve për mikpritjen. Po fantastike. Zoti i rujt, shumë respekt. Kthehemi në tjetër reportazh. Një tjetër interesant që do kemi tash, shikoje.